që ka thonë e ndaj shohën bot argumenteve që i ka Po e thashun, a ti thëmë edhe njerë? Kemi nevojë edhe njerë ti listë? Jo, që ka thonë kjo zonja. Po dhe zonja dhe? Zonja i thash, listova. Ja ku i kemi këto? A kështë pas dorem edhe njerë me ndëgju zonjën duke... Po tani duhet të nëzirem edhe videon atje. Okej, vetëm pak, prit, para se t'ja batoshit dhe gazhet dhe kam përshtypje që kanë çfarë të flasin, Zeqirin dua ta dëgjoj. Propagandë e qeverisë apo propagandë e Bajramit? Nëse është apo asnjëri s'po bën rritje propagandë. standardit nga e qeverisës lëvizjes vetëvendosje edhe stagnimi, atë unë pajtuara me krenar Shalën, çka tha? Megjithatë, Që stagnim e quan qeverisjen 4 vjeçare zotit Kurti. komplet. Pse? Për ashtu Mitrovicën që të gjithë po thojmë që ka bo mirë dhe është mirë dhe duhet më bo më mirë, sepse nuk është komplet mirë, tjera gjona komplet ka stagnu. Qoftë në ekonomi, qoftë në arsim, qoftë në çdo gjë që ka kjo qeveri për 4 vjet e ka stagnu, e ka nol, e ka bloku çdo. Betejë kundër korrupsionit? Cilët korrupsion? Jo, ky se ka nol korrupsion. Po e listuar në Po video. jo, kjo është një video propagandistike e cila nuk duhet me marrë vëmendje qytetarëve. Keq po thu. Jo, kjo është një paralajmim që po bëjmë qeverinë Kurti 3 e ku vetë lëvizja vetëvendosje ende i ka pa ditë gjykatën supreme, ç'është do me boti qeverinë ku ndoshta gjykata supreme e merr për bazë ankesën e lëvizjes vetëvendosje. Atë mundën o mu përsërit zgjedhjet, o mu anulu zgjedhjet në diaspora, po çka kanë bërë këta ankesë. Kështu që kjo është edhe një video e plasuar para opinionit shumë herët, sepse nuk janë certifiku rezultatet, dhe në atë video këta kanë paraqit gjitha të mirat sipas tyre që i kanë bërë, ndërsa këtë është një rranë e kullume në këtë video për ashtu Mitrovicën. Kush tjetër s'ka të vërtet. E rren. Kretë. Po zonja Bajrami, gjithat vërtet. Zonja Bajrami nuk i ka, e ka shumicën i ka që e ka godit në çdo pikë videon propagandistike të lëvizjes vetëvendosje e ka godit me mendimin e saj se çka u dosh me bë. Ajo ka godit edhe kekun, e ka godit edhe korrupsionin gjithkohë, që këta kanë orë në qeveri me nol korrupsionin, këta kanë leju korrupsionin. Këta kanë leju korrupsionin, e kanë leju mos punën, e kanë leju mos dijen. Është e tmerrshme për çka ndodhur për 4 vjet. E tmerrshme. Unë e them, për ashtu Mitrovicën, që të gjithë jemi të pajtimit që është bërë diçka, unë ol dinori që është më e mira, që edhe qeveri tjera kishin ol, sepse i ka koha. Janë policia jonë atje, e mojnë një rand, janë largu banditat, kanë dolë në Serbi, cilët kanë herë mundën me na hitinës, po megjithatë e nol. Zyrtarisht nuk ka më protesta, është në kontroll situata, pra që sa janë mundësit. Për ndryshe tjetër gjë kur gjë s'ka bë. Kur gjë s'ka bë. Unë jam i sigurt 100% që edhe vetë lëvizja vetëvendosje e din që është ka munduar të mirëjt qytetarët me këtë video. Edhe ata po thuaj din. Edhe ata din. Pse din? Këto e ke si përgjigje ndaj formës se si Shala u... Shala tha... provoku mu me qit me një pozicion ku më bona zëdhën si vetëvendosjes. Këto e ka po thu, a do t'ja arrin? Arrin. Suksesën të gjithë ja arrin, Matushi, Pranvera, të gjithë. Matoshi edhe s'ka folë. Edhe s'ka folë për ashtu pyetje çfarë do të thotë Matoshi vetëm për pak Matoshi do të flet. Edhe gashi. Standardi i qeverisjes se theu rrit nga lëvizja vetëvendosje. Apo thu rrit për të keq apo për të mirë? Po nga 5 skandale në ditë, tash i ki 5 skandale për 4 vjet. Tregom ti a u rrit as u rrit. 5 skandale për 4 vjet. Po. Ja atëherë sa njerëz në hinë burg në ato qeveritë e kaluara bre. Nëse kanë bërë ka 5 skandale në ditë. Po i jeti raportet ndërkombëtare. A prokuroria dhe gjykatat? Po, shpirti ma ke kput. Pse? Ai ata Konkurua, çata njerëz. mocet pi për sheshis në ta ecin. Jo, unë i besoj drejtësisë Kosovës shumë. Ata janë shumë punëtor, ata janë të punu prej vitit. A se kanë ditë që po konkurojnë, çfarë punëtor më që? Po s'ka konkurua ajo. Go. Zëçi çurëpulsin publik institucionet, besueshmëria ndaj institucioneve. Cila besueshmëri? Gjyqësorët dhe prokurorin i kim fund. Jo, besueshmëria është atë kënd e pyet dhe kënd e gjon njerin. Nëse ti e takon dikon